Look around yourself, can't you see this one? Përshëndetje, mirë se po takohemi me një emision tjetër të quajtur Afër në kuadër të platformës YouTube, të cilën e kemi përzgjedhur si një mundësi për të qenë me gra, vajza kudo në përbot, pra në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Europë e më tutje. Okej. Kësaj radhe për bashkëbisedim kam një doktoresh, pra është onkologe mjekësore ultrasoniste. Përshëndetje doktoresh, është Fatmira Ademi Ramazhiku. Përshëndetje, kam kënaqësi sot të jem në emisionin e juaj, që së bashku të diskutojmë një temë kaq të rëndësishme për shëndetin e gruas. Po, pra, gjithashtu kam dhe Djellza Fazlia, që në këtë rast, pra, do t'jetë familjare e një pacientës së doktoreshës, për çka është fjala do të flasim pra në vazhdim, por fillimisht i them mirë se erdhe dhe Djellzës. Përshëndetje. Përshëndetje për juve dhe faleminderit për ftesën. Po pra, ashtu siç e tha dhe doktoresha, do të flasim për një temë mjaft të ndjeshme, mjaft të shprehur pra në mesin e grave kryesisht dhe vajzave, por jo vetëm, megjithatë është pra kanceri i gjirit. Është muaji tetor që njihet ndryshe si tetori roz, pra dhe ka të bëjë me vetëdijsimin në luftën kundër kancerit të gjirit. Doktoresh, pak na fol për simbolikën e këtij muaji e tetorit roz, pra. Muaji tetor apo Pink October është muaj sinjalizues për sensibilizimin e gruas, për vetëdijsimin e gruas ndaj kancerit të gjirit në mbar botën. Në realitet, çdo grua do të ketë vetëdijsimin çdo muaj, jo vetëm muajin roz, për shëndetin e saj. Të paktën një vet ekzaminim gjirit, apo një ultrasonografi, apo një mamografi. Çka na tregon që me një vetëdijsim, një kontroll, në vim në diagnozën e hershëm. Ekziston edhe mosha edhe moto, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Domethënë me një vetëdijsim, me një vetë ekzaminim, do ta diagnostifikojmë smundjen në fazat e hershme, ku trajtimi është më i lehtë, kosto është më e lehtë, dhe prognoza është shumë më e mirë, ndërsa recidivat janë shumë të rralla. Prandaj, ky muaj është sinjalizues për vetëdijsimin e kancerit, femra të vetëdijsohet për shëndetin e saj, për ekzaminimet e saj, që atë çka ka filluar të zhvillohet në trupin e femrës të diagnostifikohet në fazat e hershme. Po, doktoresh, gjatë punës suaj, sigurisht shumë vjeçare, sa po ndodh ky vetëdijsim, pra sa po kanë kujdes gra dhe vajzat që pra qoftë vetë ekzaminim, qoftë dhe ekzaminim tek doktorit kërkojnë. Gjatë punës time përditshme unë po e shoh se vetëdijsimi ka filluar të ngritet mjaftshëm fal inovacioneve globale, domethënë në fushën e onkologjisë, digitalizimit në fushën mirë po edhe fushatat që janë organizuar në kuadër të shoqatave, siç është shoqata Jeta, Vita, shoqata Renesanca dhe në kuadër të mjekëve nga klinika onkologjisë që kanë dhënë ligjërata në forma të ndryshme për sensibilizimin e gjirit, për sensibilizimin e smundjes, për ekzaminimet e gjirit. Këtë mund të them se vetëm në 5 vitet e fundit janë kryer 35.000 mamografi. Dhe nëse krahasojmë, më thonë, dekadën e fundit, 5 vitet e para të dekadës së fundit, diagnostifikimi i gjirit ka qenë në stadin 3C, ndoshta edhe metastatik, edhe më i avancuar, ndërsa 5 vitet e fundit të dekadës që po e lojmë, diagnostifikimi i gjirit ka filluar në stadin e parë dhe stadin e dytë. Domethënë kjo është një revolucion shumë i madh, flas pikërisht për Kosovën, se diagnostifikimi ka filluar në stadat e hershme, fal screeningut, mamografisë, ultrasonit, vetë ekzaminimit gjirit, dhe përmena edhe njerë digitalizimit, inovacioneve globale me të cilin sot po na rrethon gjithka çdo femër. Po, doktoresh, pra qëndrojmë dhe pak në këtë temë, me qenë se hymë pak nga po. Do më thënë, tek ne, sepse dhe unë
bëj pjesë pra te gra dhe vajzat shqiptare, kam nënën, kam të afërme të cilat ndoshta kanë ndonjë shqetësim ose ju shkon mendja që të bëjnë kontrolle, por siç është tek ne një lloj mendësie që të mos shkohet për kontroll, pa pasur ndonjë sinjal në trupin e saj gruaja. Është vonë nëse lajmërojnë kur ka ndonjë shenjë kështu diçka të dukshme apo si qëndron kjo? Da, egzam, femra, momentin që arrin pjekurin gjiri, duhet të filloj me vetë egzaminimin e gjirit një herë në muaj. Duhet të bëhet në dush, duhet të bëhet pas ciklit menstrual dhe deri nuk është e nevojshme që femrat e reja, se unë gjatë përvojës sime si ultrasonografiste po e shoh edhe shqetësimin të femrat e reja që çfarë do dhimbje, çfarë do sidomos dhimbje që shkaktohen para ciklit menstrual të lajmërohen te mjeku. Nuk ka nevojë. Një vet ekzaminim i gjirit te femrat e reja derisa nuk ka palpuar asnjë lezjan, nuk ka nevojë. Domethënë vetë ekzaminimi është i mjaftueshëm një herë në muaj. Mirë po, në qoftë se femra vren ndonjë lezion, prapë dhe nëse vren një lezion, gjithçka nuk është kancer. Mund të qenë ndonjë cist, mund të qenë ndonjë tumor, mund të qenë një absces, duhet të lajmërohet së shpejti te mjeku më i përafërt për një ekzaminim më thjesht, një ultrasonografi. Mirë po, mamografia është diçka tjetër. Mamografia duhet të bëhet te femrat në moshën 38 vjeçare. Dikur më herët ishte në moshën 40 vjeçare, mirë po tash, sipas organizatës botërore shëndetësore, duke e parë që kanceri i gjirit po rritet dhe incidencat i po rritet, domethënë të dhënat më të reja janë që femra në moshën 38 vjeçare ta bëj ekzaminimin e parë, mamografinë e parë. Mirë po nëse ka anamnezë pozitive familjare, për shembull tezja, motra, nana, halla, atëherë mamografia e parë preferohet të bëhet në moshën 36 vjeçare. Domethënë kjo është si protokoll. Vajzat e reja një vetë ekzaminim, nëse kanë lezion, mund të bëhet ultrasonografia. Ultrasonografia mund të bëhet deri në moshën 38. Pastaj vazhdohet mamografia edhe plotësohet çdo muaj, çdo 6 muaj me ultrasonografi. Pse e them këtë? Se me rritjen e moshës incidenca rritet. Mirë, po nuk ka nevojë që femrat e reja, famet 19, 20, 30 vjeçare të fillojnë ultrasonografien çdo 3 muaj ose çdo 6 muaj, se është stres, jo në kosto, po stres psiqik për një femër. Vetë ekzaminimi i gjirit nuk do të thotë që karcinoma e gjirit nuk ekziston te të rejat, por është shumë e rrallë edhe është sporadike. Mirë po kështu të kemi disimin për një vetë ekzaminim të gjirit. Momentin që shohim që palpojmë diçka, të lajmërohemi për një ultrasonografi deri në moshën 38 vjeçare. Po, vërtet mjaft me vlerë këto informacione që ndave me ne, sepse personalisht mund të them që kam informacione të kështu të përgjithësuara, por në këtë moment e kuptova këtë edhe për moshën sa i përket se kur vërtet është e nevojshme pra të bëhen këto kontrolla apo të interesohemi në këtë drejtim. Doktoresh, pak sa i përket shifrave, ndër vite, prej kohës kur ju punoni, ka rritje apo qëndroi njësoj, si është kjo çështje? Incidenca e karcinomës së gjirit ka filluar globalisht të rritet. Dhe është incidencë në rritje globale, botërore. Mirë po, unë kam filluar të punoj që nga viti 2011 në klinikën e onkologjisë. Në vitin 2011 për januari, deri në 31 dhjetor kanë qenë 200 raste. Mirë po duhet përmendur këto që edhe kancer regjistri nuk ka qenë i sofistikuar si sot. Ndërsa në vitin që lan pas, nga januari i vitit 2023 deri në 30 dhjetor 2023, gjithsej në klinikë kanë qenë 400 raste. Domethënë incidenca është në rritje, me përma tjetër edhe kanceregjisi është më i sofistikuar. Tani gjithçka është qoftë botës së globalizuar edhe mjetet për diagnostifikim, mamografia është më sofistikuar, ultrasonografia, vetëdijsimi i femrave është rritur, po çka është e rëndësishme dhe çka më mundi mirë që në Kosovë janë realizuar 35.000 mamografi në 5 vitet e fundit, që në Kosovë, domethënë krahasuar vitet ndër vite, domethënë incidenca ka filluar në fal screeningut, fal vetë ekzaminimeve, fal ultrasonografisë, shoqatave, krejt, domethënë në emër të përbashkëm kemi arritur deri një objektiv të përbashkët që femrat në Kosovë të diagnostifikohen në stadin e parë dhe dytë në 5 vitet e fundit të kësaj dekade.
Po, Diellza para disa vitesh pra e ka pasur të diagnostifikuar me sëmundjen e kancerit të gjirit nënën, që ka qenë gjithashtu paciente edhe vazhdon të jetë sigurisht paciente e doktoreshës Fatmire. Diellza pak na fol për atë periudhë pra se si e kuptoi nëna që kishte pra shenja ose thjesht ishte një kontroll rutinë, prej ku e zbuloi që kishte sëmundjen e kancerit. Do me thonë, fillimisht faleminderit për ftesën që ke ba për mu, që më ke përzgjedh që me ka njëna prej atyne femnave që folë për sfidën e nanës vetë që ka kalu gjatë këtyne 4 vite. Po për neve si familje nuk është vetë 4 vite, po janë 8 vite. Për arsye që nana ime para 8 viteve ka heke një gjandër, ku pas operacionit doktori në spitalin e Çukukës na tregoi që kishte lënë edhe disa gjandra në gjirin e saj, për arsye që mbas kthimit të analizave, që nëse gjandra është e mirë, atëherë nuk ka nevojë për shqetësim, po nëse analizat kthehet keq, atëherë mujna me bëu edhe një intervenim tjetër. Pas analizës që është kthyer para 8 viteve, analiza është kthyer mirë, nona ka vazhdu një jetë normale deri para 4 vite. Kur para 4 viteve ato gjandra që kishte lënë doktori kishin fillu me bë kancer. Edhe nona jam e kuptoi pas një intervenimit që ja ka bënë një mjek. Normalisht që për neve si familje, kur e kupton që është një antar i familjes tonë me një smuj, e pikërisht që nana është shtylla e familjes tonë, më duk që jeta nuk ka me kanë njësoj. Edhe në momentin kur mami mori rezultatin, me to kanë qenë 2 vllazërit e mi edhe motra. Normalisht që aja për to nuk ishte edhe një moment shumë i mirë, kish qajt bëgje shumë. Pasi që me dalë nga ordinanca, me 2 vllazërit e mi edhe motrën tem, kishin vazhdu për me hangër drejt, edhe ashtu si që tregon motra kanë dreku, sikur të mos kishte ndodh asgjë. Neve mami na kishte ndihmu shumë në aspektin emocional, ajo është një person shumë i fortë, nuk qanë, flet shumë për smundje, po kur mua anku. Po, do më thënë, nga biseda që e kemi bërë, më ke tregu paka shumë se si ka qenë rasti dhe se si e ka përballuar nëna momentin kur e ka kuptuar, por dhe gjithë terapit, pastaj edhe procedurat që shkojnë për të trajtuar kjo sëmundje dhe ka qenë pikërisht ky shkak ndoshta që kam dashur të flas me të, megjithatë ajo nuk pranoj që të fleste, pati pak hezitim, gjë që e mirë kuptoj, kështu që jeti Diellza që do flasësh pak a shumë në emrin e saj ndoshta dhe të tregosh pak a shumë ndoshta se tjetë si një motiv për gratë e tjera që janë në të njëjtën situatë, sepse në momentin kur e kuptojnë, pra ndoshta edhe e përjetojnë shumë rënd edhe mbas edhe kanë hezitim të vazhdojnë me trajtimin e sëmundjes, pikërisht për shkak të kësaj që kur e marrin diagnozën, pra ndjehen shumë keq. Dhe nëna, siç the ti, nuk e ka pasur një përjetim të tillë, por ka vazhduar luftën. Po aja ka vazhdu luftën, vazhdon edhe sot është një person shumë i fortë edhe jo çdo ditë e menon smundjen e saj. Po, doktoresh, për juve, momenti kur i tregoni një gruas, një vajzë, një pacienti, pra që është me sëmundjen e kancerit, si është? Mund të na përshkruash pak? Fillimisht deshta 2 fjalë për rreth nanës së Diellzës, është pacienti jemi. Po. Nana e Diellzës ishte një grua burrnore, e cila kishte pranuar një besimtare fort nga Zoti, kishte pranuar gjithçka me të cilën kishte me kalu është sfidë e Zotit dhe në emër të tij do t'i kalon. E kur takoi me besimtar, do të thonë një besimtare fort, mendoj që shumë ma lehtë e kalojnë edhe shumë më mirë e kalojnë. Ajo erdhi është lajmërute unë si një burrnesh, është sfidë e Zotit, në emër të Zotit do t'i përfundoj të gjitha. Ne filluam kimioterapin, përfunduam gjitha trajtimit duke e përcjellur para dhe pas, po ashtu dhe rrezatimet. Tash ajo e ka kalu me gjithë
me gjitha dignitet të madh, si një burrneshe e madhe, muj me thonë sikur mos me marr kimioterapi. Kto më duket e ka bo vetëm besimin që e ka pas, sot është vetëm përcjellje, vjen i bën analizat edhe ekzaminimet, përcjellet çdo 3 muaj, unë i uroj asaj shëndet dhe do Zoti mos më na u kthy e të jetojnë edhe 100 vite tjera të lumtura. Shpresoj. Ndërsa sa i përket femrave të cilët unë ja konfirmoj, nëse flas për veten time si doktoresh Fatmire, unë asnjëherë asnjë pacientit nuk ja kom thënë deri më sot gjato vite eksperiencë se ti e ke kancerin. Sfida më e madhe e pacientit nuk është e onkologu, po zakonisht të qëndron te rezultatet e patologjisë. Se sot shumica janë jemi një popull që i kuptojmë gjonat, edhe i vetëdijsuar, momentin që vjen histopatologjia nga patologu, pasi që është bërë operacioni, është marrë pjesë, është dërguar për rezultate histopatologjike, pacienti e kupton se ka të bëjë me një smundje të rëndë, ka të bëjë me një karcinom. Shumica familjarëve e mundohen ta mshefin këtë smundje, mos ja tregojnë pacientit duke e njohur edhe karakterin e pacientit. Mirë po, sfida më e madhe që përjeton familja e tha edhe djelza është kur e kanë marrë rezultatin e histopatologjisë. Sa aty gjithçka mendojmë është cis, është diçka beninje, po kur del karcinom, me të vërtetë është një bombë jo vetëm për pacientin, po e gjithë familjen dhe rrethin që e rrethon. Unë e sugjeroj me kom që pacienti duhet nga dalë duhet me bind se është një sfidë edhe duhet luftu, edhe besoj që duhet me fitu. Po. Përvoja jem, unë pacientin nëse deri atëherë nuk e ka ditë asnjë, edhe nuk është sprovu me rezultatin, nuk e ka marrë rezultatin, nuk e ka atë vedi ose atë besim, atë që të sfidohet me gjithçka që vjen nga Zoti, më them, po i shoh ose shpesh me pacienta që më thonë mos i trego, po edhe nëse nuk më thonë mos i tregoj, them po i shoh disa qeliza të këqija që munden më na urrit, nuk po më pëlqejnë, ka kohë që janë, prandaj edhe trajtimi është pak më i gjatë. E ndërkohë, kjo fjalë zbutët, amortizohet, pacienti dal nga dalë e kupton prej sallës, prej terapisë të rëndë, kur filloj mora plot, e kupton që ka të bëjë me një smundje të rëndë. Po asnjëherë nuk i them që ki kancer, me gjithë fuqinë dhe mundin, do të mundohemi që t'ja dalim së bashku. Unë jam këtu për ty dhe do të jem gjithmonë këtu për me të ndihmu ty, me ju ndihmu juve. Kështu që nuk e kam asnjëherë, nuk bi në atë farë sfidën, atë më thonë atë karikën e nxehtë, si t'ja komentoj pacientit kancerin, se si ja thom asnjëherë dere. Po, mbase kjo Kjo është mënyra jem, kjo është çësja jem me pacientin, që gjithmonë mundohem të harroj anën psiqike të pacientit. Kur e ruaj anën psiqike të pacientit, e fitoj besimin dhe afërsinë që anë pastaj që pacienti të më dëgjon, se është shumë e rëndësishme me më dëgju pacienti, më marr edhe terapin par, infuzionet para kimios dhe pas. E kur e krijohet afërsi edhe e arriti të këm çësjen në vedinë e pacientit, shumë lehtë manipuloj në të mirën e pacientit për trajtim. Si ka pacienta që nuk janë përgatitur pse shikisht, bin depresion, bin sfida, nuk dojnë me marrë terapi, refuzojnë, po unë gjithmonë e përgatiti paraprakisht psiqikisht një pacient, edhe asnjëherë një pacient në takimin e parë, edhe nuk ja komentoj, edhe nuk e du trajtimin komplet, step by step, derisa ta vinti të adaptoj në mënyrë psiqike, derisa ta adaptoj në mënyrë organike, për përgatitin që të të kalon sa më lehtë një cikël kimioterapisë. Po, me të vërtetë to fazat e terapisë, me sa kam kështu informacion, janë të vështira, sigurisht. Por ndikon ndoshta kjo pjesa psikologjike, motivi që kanë, që ti përballojnë më lehtë, ndoshta dhe të shkojnë drejt mundjes së sëmundjes. Po në forcat e ndërvedijes i ndihmojnë shumë besimi në Zot, sfida që do t'i kaloj. Kjo është sfidë e Zotit dhe është kaluese, i ndihmon shumë. Domethënë gjithçka që lufton me shpirt e forcon edhe vetë. Po, mendoj që ndikon shumë. Prandaj shumë punoj me pacientët me kancer në forcën e ndërvedisë në psiqikën e pacientit. Nuk do thotë që në moment që ti takosh pacientit, do të jap protokollin shkencor. Do të adaptosh pacientin, do t'ja marrë disponimi pacientit, do të afrosh pacientin, të ja zbutësh dhimbjen që ka, pastaj vallon me trajtimin shkencor. Po,
Dilza, për nënën, pak të flasim në këtë pjesën e trajtimit e seancave kështu terapive që ka marrë, si i kaloi? Kishte vështirësi apo e kishte atë vullnetin që the në fillim për gjatë gjithë seancave apo kishte ndonjë hezitim që mbase edhe të dorëzohej apo si ishte? Normalisht për nënën tam periudha e terapive ka qenë më e vështira, e kimioterapive ka qenë më e vështira, momenti kur kanë filluar me ra flakt. Ishte shumë i vështirë si për ato ashtu edhe për neve, pasi që ajo ka një dëshmi që në trupin e saj po jeton një smujë e ranë. Më kujtohet kur motra jam është aja që i ka thonë mamit me ik flakt vetë. Mos e përjeto dhimbjen çdo ditë tu i pa që po të bijmë flakt, edhe ajo vetë ja ka hik normalisht motra jam. Për ta u konë e vështirë, po normal edhe emocionuese, pasi që ajo e ngushëllante mamin në çdo sfidë sajna, në çdo moment gjatë fillimit të kimioterapive, edhe momentin që aja ka kuptu që e ka këtë smujë në trupin e saj. Po. Mirë, po tani si është nëna Dilza, si vazhdon jetën? Mund thuhet që e ka luftuar sëmundjen, edhe doktoresha e përmendi? Uh, me tha, duhet të cek se me fillimin e terapive ishte vështirësi ka pas shumë rëndësi edhe me përcjella terapi, e momi ka pas fatin që ta ketë doktoresh shumë mitësore, e përkushtuar dhe kështu e ka luajtur rolin e psikologës, gjë që e ka ndihmuar momin në aspektin psiqik ashtu edhe emocional, duke di që Zoti ka dhënë jetë dhe ai merr, por ne kemi nevojë për dikë që ta na ngushëllon dhe aq sa kemi jetë të jetojmë në mënyrë më të mirë. Dua të theksoj se mami ju nga terapit, por nga një ngarkesë që kishte ju ka dishur mi ndjekë 2 seanca psikologjike, të cilat i kanë ndërprer me rekomandimin e familjes, pasi që ato kanë filluar me ndiku më keq tek ajo dhe këtë rol e ka luajtur më së miri që ka mujtur doktoresha vetë. Po pra, doktoresh qenjën edhe psikologe kështu. Një anë shumë e mirë në këtë rast. Po Mjek, më kanë edhe vetë që mjeku mjekon, po Zoti shëron, po doktoresha u kanë edhe aja që ka ndiku shumë në gjendjen psiqike emocionale të mamit, edhe kjo u kanë një pi faktorëve kryesor që mami e ka forcën që është sot. Po, shpresojmë tjetë edhe për gjatë e me shëndet, kështu, edhe shpresojmë doktoresht i kene i para shumë gjithë pacientët kështu të motivuar e kështu rezultar në... Punoj mjaft në drejtim që t'i kem pacientin asnjëherë nuk e konsideroj si pacient, se tu e ditë që dhimbja më e madhe, smundja më e rëndë, unë i quaj si pacienta më me fat keq në botë me pas këtë smundje, kështu që secilin pacient e krahasoj si e trajtoj si një anëtarin më të ngushtë dhe më të dashur të familjes time. Po, me vërtet, përgëzoj për këtë anë kaq njerëzore që sigurisht duhet ta ketë secili doktor, por me që në këtë rast ju kemi juve, po ja bëjmë drejt për drejt përgëzimin. Dilza, edhe pak tek faza e terapive, në aspektin financiar, ndoshta sepse edhe kjo është një vështirësi që mund të ketë familja për të përballuar në këtë rast, si e keni kaluar ju? Gjatë kohës kur mami ka marrë terapit, gjithmonë po flasin për kimioterapi, të gjitha ato ishin falë për fat të mirë, por dy të fundit është dashur t'i blem. Normal ka pas kosto për ata që vujnë nga një smundje e tillë. Tu i pas parasysh që mjafton me shku me hyrë në klinikë edhe me pas sa njëri vun nga kanceri. Po, me vërtet. Doktoresh, po për pacientët e tjerë, sa vreni që kanë vështirësi ndoshta në gjetjen e kur është nevoja pra të terapive në financimin e tyre kështu, me qenë se janë goxha të kushtueshme, me sa e di? Po kjo është pjesa më e keqe e punës time. E tham sot në emision, e tham në kafe, e tham në familje, e thuam gjithkund. Në qëfëse unë ja preferoj pacientit më të mirën, duke qenë pjesë edhe e disa universiteteve më prestigjioze në botë me linje online, si është John Hopkins dhe MD Anderson Center. Dhe kur shoh atje trajtimet që bën në mënyrë të avancuar, edhe kam dëshirë që ato trajtime, ato medikamentet ja u referoj në klinikën e onkologjisë për të pamundur shumicën e rasteve. Ne kemi bana shtrejta, mirë po nuk ka mundësi popullata jonë të marrin trajtimet më të reja që ka klinika, që ka globalizimi
onkologjik, inovacione shkencore në onkologji. Mirë po, barnat elementare, kimioterapia elementare, klinikën e onkologjisë 80-90% ekziston. Ko pas kohe, nuk ka, duhet pacientët me ble. Po për ato nuk kanë kosto shumë shtrejt, po për dikon edhe të papërballueshme. Papërballueshme. Ka mundësi shumica pacientëve, besoj që asnjë pacient nuk mund me kalu komplet trajtimin pa i me marrë diçka edhe në përbanatorët private. Edhe pse ministria me kapacitetin që ka Ministria e Shëndetësisë mundohet me mbulu edhe mos me lon këta pacient që të shpenzohen në banatorët private. Ndërsa kur flasim për trajtimet smart treatment, imunoterapi, që po i shoh, që po i përdor bota sot, me të vërtet mu vjen gjuna që nuk i marrin pacientat e tanë, po jemi ku jemi, duhet mi adaptu kushteve dhe mundësive që i kemi brenda vendit tonë. Po shpresojmë që ndoshta në një të ardhme të afërt të mund të sigurohen pak a shumë. Ka filluar smart terapia, imunoterapia, target terapia, kanë filluar në klinikën e onkologjisë për disa indikacione, edhe na shpresojmë të ardhmen në afërt dhe pacientat të ofrojmë sa më shumë që kemë mundësi dhe që lejon buxheti i Kosovës. Po shpresojmë. Po, doktore, po vazhdojmë me atë se gjithnjë flasim për shërimin, për terapit, për domethënë ato që thatë inovacionet, themi kështu në mjekësi për trajtimin e kancerit ose sëmundjeve të ndryshme, por të flasim pak ndoshta sa flitet për parandalimin ndoshta të sëmundjeve, se si kemi një kujdes qoftë në pas e ushqim, mënyrën e jetesës, apo diçka tjetër, ndonjë këshill që do të mund na jepnit. Sa i përket parandalimit, kanceri nuk ka të bëjë për shembull sikur me një inflamacion apo një grip që ti marrim ato masat parandaluese. Se kanceri i gjirit zakonisht është një mutacion që mund të qenë hereditar, familjar apo ka psu mutacion, plus shkaku. Tash na mund të ndalemi prapë të shkaku se mutacioni veç ekziston. Gjenetika vetëm ekziston në organizëm. E cili mund me qenë shkaku? Obeziteti, ushqyeshmëria jo e mirë, jo healthy. Do me thënë e kuptojmë fast foodin, lanxhet e gazirume, keq përdorimi i grillit, mishit kuq, obeziteti, streset kronike, mungesa e aktivitetit fizik. Do më thënë që qëto që janë, do më thënë njani prej shkaqeve, kur ekziston mutacioni, atëherë fillohet kanceri të zhvillohet. Po e jona është që të diagnostifikohet sa ma herët. Se ajo që është nisë në organizëm, ajo veç ka me fillu mu zhvillu. Mi po qëllimi është sa është nisë, ende pa fillu simptomet, e pa u zhvillu mirë në gjithë, dhe pa dalë në organe tjera, të diagnostifikojmë, të ato trajtojmë, ku trajtimi është me i letë, kosto është me i letë dhe prognoza është shumë e mirë dhe recidivat janë shumë të rralla. Po, falem për kancerin e gjirit, por gjithnjë i referohemi grave vajzave, pra gjinisë femërore, por me sa e dim, pra janë të prekur edhe gjinia mashkullore. Sa ka raste cilat lajmërohen tek ju, pra që janë meshkuj, prekur nga kanceri i gjirit? Të gjitha rastet, se cilat janë të prekur edhe meshkujt, lajmërohen në klinikën e kolegjit dhe marrin trajtimin po ashtu të njëjtë me femrat bazuar në rezultatet histopatologjike. Ndërsa sa i përket incidencës, 1 në 100 meshkuj është i prekur. Domethënë, është shumë më i rrallë se sa te femrat. Po ndoshta hezitimi është më i madh mbase nga ana e meshkujve që të kenë. Po ndëgjë, meshkujt nuk e kanë më kuptë stresin e kancerit të gjirit. Hezitimi nuk është ata shkojnë sikur diçka e ujtëm, sikur diçka e lesion, sikur diçka absces, po do të thonë është shumë më i rrallë se sa femrat. Po, mirë, faleminderit doktor. Trajtimi është po ashtu i njëjtë, bazuar në rezultatet histopatologjike. Po, patjetër. Mirë, Djelza, ndoshta për fund do të mund na jepje ndonjë këshill, sugjerim gjithë familjarët apo gra, vajza që janë të prekura tashmë nga sëmundja e kancerit, me qenë se janë familjare, pra e një pacienti e kështu. Këshill për ato që janë të prekura nga kjo sëmundje, jetoni çdo moment.
mos e mendoni shumë smundjen, ndihmoni më shumë veten, sepse askush nuk mund t'ju ndihmoj më shumë se vetja juve, ndërsa familjarët të jenë mbështetës, por edhe të mos ofrojnë atë mbështetjen e tepruar, edhe pse nuk është e tepërt për prindin, por që me u bë me u ndike të smurin, sikur po buan nga një smundje e rënë. Po, pra, ta trajtojmë pak a shumë si njësoj, ndoshta, sikur ka qenë i shëndetshëm. Po. Faleminderit Ilza. Doktoresh, ndoshta ndonjë këshill tjetër që do të ndaje, ndonjë sugjerim për gratë, vajzat, familjarët? Sugjerimi është për të gjitha vajzat të cilat kanë, do fillimisht e vetë ekzaminimi i gjirit për të gjitha vajzat e reja, nuk ka nevojë marrë me bë ultrasonografi, se në klinikën time shpesh po i shoh edhe pacientat e reja në moshës 16-17, vetëm sa ka filluar pjekuria e gjirit me ardhur me ultrazona se janë të mbushura me informata, çdo dhimbje, nuk ka nevojë. Vetëm ekzaminimi i gjirit e femrat edhe mos krijo stres psiqik në kokën e juj. Të gjitha femrat tjera që kanë ndonjë lezion, pavarësisht moshës, duhet të shkojnë te qendra më afër të bëjnë një ultrasonografi e gjirit dhe screeningu i gjirit. Të gjitha femrat që kanë histori familjare pozitive, mamografia pa moshën 36 vjeçare, ato cilat nuk kanë anamnezë familjare pozitive në moshën 38 vjeçare. Edhe njëherë po ju them, ajo çka është nisur nuk ndalet nëse hezitojnë me shku apo jo. Ma mirë, më herët, e vriteni smundjen sa nuk ju ka vrasë smundja. Nuk mundemi nëse nuk shkojmë, ajo nuk zhduket. Ose shpesh po e shoh edhe në femrat, mamografia ka rrezatem. Është e vërtetë që mamografia ka një rrezatem, po rrezatimi i mamografisë është 0.5 mm që është shumë më e vogël se bota digjitale që po na rrethon çdo ditë neve. Prandaj mos e hezitoni dhe sa më shpejt vetë disohuni, ta nxojmë nëse veç diçka është nisë në organizmin tonë, nuk është në duart e tona, po menaxhimi që ta diagnostifikohet herët dhe të kalojmë sa më mirë është në duart e tua. Prandaj vrite para se të vrent. Faleminderit shumë doktoresh për këtë moto në fund, për gjitha informacionet e vlefshme, për këshillat, për sugjerimet që ndave me ne dhe me gjitha ato gra vajza që do ta shohin këtë emision. Uroj që herë të tjera të flasim vërtet për shifra më të ulta, mbase pse jo edhe fare, dhe për kushte sigurisht sa më të mira për klinikën e onkologjisë dhe përgjithësi pra për mjekësinë në Kosovë. Faleminderit shumë, e punë të mbarë dhe më tutje. Faleminderit, pata kënaqësinë të jemi me ju në emision, të ndajmë të gjitha informatat e nevojshme për një femër prej moshës së pjekurisë e deri në moshën e vjetër, çka duhet të ekzaminohet. Për gjithçka çka keni, mos hezitoni, do të jemi gjithmonë me juve për shëndetin e juve. Shumë faleminderit doktoresh, punë të mbarë, e të palodhshme. Djeza, faleminderit gjithashtu edhe ty, shëndet edhe për nënën edhe për juve familjarisht. Uroj të mos përsëriten më ato që keni kaluar deri më tani. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi me qenë sot me juve. Po pra, faleminderit gjithashtu. Shikues të dashur, ishte kjo tema sa i përket tetorit të rozë, pra, të njohur që është pra si një moto për luftën ndaj kancerit të gjirit. Faleminderit shumë gjithë juve që na ndoqët, uroj t'u kenë shërbyer këshillat e doktoreshës Fatmire dhe po ashtu edhe fjalët motivuese të Djellzës që tregoi për nënën e saj. Do shihemi sërish në emisione të tjera. Mirupafshim. Push it all aside, no, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time.